jemi në luftë për mbijetesë nga grupet e caktume. Kur tham nga grupet e caktume është keq me thonë, do shta mund prap ndërhyni dhe të mos pajtohen shumë me mua, apo do të vi koha do të pajtohen. Grupet e caktume të cilët investojnë në mënyra të ndryshme, përfshirë edhe mediat, përfshirë edhe kurse trajnimet që marrin për rini, brapa së cilave fshihen ide dhe çështje të tjera. Kur flasim për kurse në emër të religioneve, mbahen kurse të gjuhëve të huaja, mbahen yoga. Media padoshme paragjiku se është e domosdoshme për informim në jetën moderne media, po ka grupe të caktuara të portaleve me interesa të caktuara grupore, të cilët ta dokumentojnë një fakt ose ta bëjnë të besueshëm një fakt për cilin ty të bën me mendu është apo nuk është edhe a duhet pranohet apo jo. Tash, kur jemi të rrezikuar nga gjithë këta faktorë dhe institucionet tona nuk e kanë fuqinë as ekonomike, as profesionale, madje tani më nuk e kanë as vullnetin për të shku përpara, na duhet ta ngrisim vëmendjen dhe jo veç të shohim sot ndodhi kjo dhe ta paragjykojmë momentale, po e të mos nxjerrim asgjë.